Të ndëruar xhamatli, të ndëruar të pranishëm, jemi në prag shumë afër muajit të madh të Ramazanit. E lutem Zotin fillimisht me krejt emrat e tij të bukur dhe të mirë dhe cilësitë e tij të larta, që Allahu na mundson hyrjen në këtë muaj të madh me iman, me shëndet dhe me takat. Na i hap Allahu xhelel xhelalu dyert e mëshirës së tina, dyert e maghfiretit të tina, dyert e kabullit të tina. Ramazani një muaj i cili i jep njeriu të kuptim pse ka ardhur në këtë dunja dhe cili është roli i tij i madh për të cilin e ka kriju Zoti jon xhelel xhelalu. Përmendëm pikat shkurtra dhe pse ajo është një pikë shumë e vogël, se si pritet Ramazani është muhabet i madh. Veç për një arsye, se si pritet Ramazani mas mirti është muhabet i madh. Për një arsye, se këtë mysafir të madh e kanë prit njerëzit moj, e ka prit njeri më i madh Muhamedi alayhi salatu vesselam. Tani vetëm paramendo një mysafir të cilin e ka prit Muhamedi alayhi salatu vesselam, çish i ka bëu hizmet ai atij. Andaj ka thënë Aisha radhiyallahu anha kur e kanë pyet çka ka bëu pejgamberi sallallahu në Ramazan, që ta kuptosh çish e ka prit Ramazanin, çish i ka bëu hizmet Ramazanit. Ka thënë Aisha radhiyallahu anha hadithin që e ka nxjerrë Imam Buhariu, ka thënë pejgamberi juve alayhi salatu vesselam, çdo har ka qenë në hajër dhe punë të mira, mirë po në Ramazan i ka pas do pika dalluese. Prej pikave dalluese cila ka qenë? Kana yashuddu izara, e ka përvesh petkun, e ka lidh mirë, e ka shtrënguar. Dhe kjo është argument se është përgatit fizikisht pejgamberi alayhi salatu vesselam për hyrjen Ramazan. Sikur që ti kur thuhet ke me bëni punë të madhe, duhet shumë seriozitet, përveshësh mirë. Tha u përvesh ke mirë, e shtrëngon të izarin, pra petkun e ti. Dhe pastaj tha Aisha radhiyallahu anha, wa kana karrihil mursala, dhe punon të hajr sikur era e shpejt që kalon. Pro qatë shumë ishte pejgamberi alayhi salatu vesselam në punë të hajrit sikur era që frin shpejt. A mund është me zonë ka unal, kur frin andej këndej, se di ka unal, a undal atje a këndej, për shkak të mirave të shumta që i bën te pejgamberi alayhi salatu vesselam. E tani nga kjo na të kthehemi këtu te na. Ky mysafir i cili e ka po hizmetin e Muhamedit alayhi salatu vesselam, ti çish mundesh me po hizmet? E çish me kuptu këta? Çish me kuptu shumë thjesht? Një njeri i cili ka shku me një hotel me 5 yje. Kjo është e zakonshme te njerëzit. Ka pas gjithçka të mira te kësaj bote, këtë dunja. Dhe pastaj njëti mysafir vjen në shpitane. Vjen në shpitane. Atje ka pas me zgjedh nga lugët, nga enët, nga hajet, nga pijet. Ti se ki as gjimës luge, edhe që ata e ki dryshk. S'ki as një enë, as një sahan, ndryshk. Qysh njihet ai mysafiri? Qysh njihet kur ka pa gjithë shka që ka shkëlqen? E tani këshire në punë të mira, qysh e ka prit sahabja Ramazanin e Zotit, qysh i ka boj hizmet? E qysh i bojnë ana hizmet? Qysh i bojnë ana? Andaj, prej asaj që neve në banë pak me utut, se nësë një bojnë hizmet shumë. Pse? Se ky ka pa shumë më të mirë, ka pa njerëzi shumë të lartë, të cilët ja kanë ditë kadrin Ramazanit, edhe në kryet të tyre është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Po të ndëruar xhamatlina, ta lusmi Zotin fillimisht që Allahu na mundson me prit çish duhet. Na ndihmon Allahu me forcën këmbët. Por pika më e rëndësishme, cila Ramazani? Cila urtësia e tij? Pse agjërimi? Do të mundona shkurtimisht që ta kuptojmë çka është saktësisht Ramazani. Pika e parë, lënia e bukës edhe hajës në Ramazan është pika të dietarët e muslimanëve, pika më e lehtë. Po piket Ramazanit, pika më e lehtë, cila me lën bukën edhe hajën, edhe pijen. Andaj e shef miun 7 vjeçar ninon. E qish mundet më konë 7 vjeçari të ninu të po punë të madhe? Kjo e para. E dita, muslimant e parë, sahabët e pejgamberit alayhi salatu vesselam, edhe para se me ardha xhërimi, kanë hangër 2 herë ditë në bukë. Një herë sabah, një herë në akşam.
Ramazani çka ju ka bë? Kur gjo? Një herë sifir, një herë në akşam. E ai shka ha 2 herë sahar. Edhe i thuhet Ramazan prap 2 herë. Çka ka ndryshim të ai? është problematike me e kuptu e Ramazanin se është me lanë hajën dhe bukën. Andaj pejgamberi qartë në hadith ka thonë lejse lillahi haje, Allah hiç ka nevojë me lanë ti bukën dhe hajën nëse ti se arrin takvallukun. Nëse ti se arrin takvallukun. Andaj fillimisht ta kuptojmë se muslimanët e parë punën më të lehtë në Ramazan cilën e kanë pa me lanë hajën dhe pijen, e cila puna më e rëndë në Ramazan. Kjo më e lehta. Në mes ka plot, më e rënda cila? Më e rënda është me nënshtru zemrën besnikrisht për Allahun xhelle xhelaluhu. Andaj hadithin që e kanë dhënë Imam Buhariu nga Ebi Huraira radhiyallahu an, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allahu azza wa jall, fat Allahu xhelle xhelaluhu, as-sawmu li, agjërimi është i jemi, wa ana ajzi bihi, dhe unë e shpërblej për ta. Çiki hadithi është hadithi më i paqartë të dietarët. Hadithi cili dietarët i ka hutu dhe kanë shumë mendime pse ka thënë Allahu xhelle xhelalu agjërimi, veç agjërimi është i jemi. E namazja nuk është për Allah, zeqatja së për Allah, haxha së për Allah, sadakaja nuk është për Allah, këtë janë për Allah. Po Allah për këtë veprave tha, këto janë për juve. Madje hadithin që kanë dhënë Imam Buhariu, gjithashtu ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, thot Allahu xhelle xhelalu kullu amal ibn adam lah. Këtë punë të birit Ademit janë tati, tuat. Përveç agjërimit, kjo për mua. Dietarët janë hutu pse Allah për këtë punëve të mira, madje kanë thënë namazi jo më i madh se agjërimi, por Allahu s'ka thënë për namazin a jemi. E për agjërimi ka thonë kjo a jemi. Kjo është mesele madhe, dhëtë me kuptu, me lexu këtë hadith dhe me mundu me kuptu që ka thonë Allahu xhelle xhelalu. Pse ka thonë agjërimi a për mua? Kanë thonë dietarët dhe pse ka shumë mendimin a këtu shkurtimisht. Kanë thonë sepse çdo punë e mirë shumë ranë është me rujt besnikrijen ta. Edhe namazin, edhe zeqatin, edhe haxhin, pak e ban për Allah, pak në të mshofin. Të mshofin pak. Qish po fri, qish po fala, qish po jap. Kam qef me më thonë pak. E në gjërim, s'ka kështu. S'ka kështu, sepse s'ta di kur kush a i të ninu. Në Ramazan, keti menojna shka janë të ninu. Kush a të ninu për një me, nuk e dina. Veç Allah gjellewala e di. Andaj Allah nga kita veprat, për shkak se hite ajo, hi hipokrizia, hi sefacia, hi pak në të më thojna peshe, edhe unë e jap zeqat, edhe unë e shkojnë haq, edhe unë e falna. Të agjërimi s'he kjo, zvjen, se ti të njerëzit mund është bukon e agjërushëm, po a jenë vërtet nëse dina, nuk e dina tinza që ka ban, e për shkak që soj tinza, të fshehtës, sekretit, Allahu tha, e saumu li, agjërimja për muë. Po mundësia për në Ramazan që ti drejt për drejt mu lidh me Allahun, s'ka as një rrugë tjetër përveç se ki mujt që ka po vjen. E lusmi Allahun xhelle xhelaluhu që Zoti jon te bareke ve teala na e çelë rrugën drejt atina. Kjo e para. E dyta, Allahu as një kohës nuk i ka thënë tuftahu fihi abwabul janna. Na i çel na dyert e xhenetit. Kura mazor me hi, a kur janë qel, a kur janë mshel? Kura dikun me hi me një der, a kura mshel, a kura qel? Kura qel a malet me hi. E mirë, a i shkas hi tu kon qel, a ja u mërmenja që hi tu kon qel? A i shka tu kon qel janë, veç me hi e, edhe zdo me hi e. Andaj tha pejgamberi alayhis salam që shtu kur ka hip një dit për dit dhe mimber, tha raghime enfu mriin, raghime enfu mriin, tha i shkov huna zhag ati i cili vjen Ramazani edhe s'ja fol Allah i gjunat e malkoft Allahu atë shka e zë Ramazani e Allahu s'ja fol gjunat janë qudit pse për nga mësa mu malkue pse me malku që të njeri shka s'ja fol Allah i gjunat kanë dhënë djetarët sepse i ka pas dirë të gjenetit qel edhe s'ka hije
E ki kur të mshelën si kur mo qeli ka nuk po he. E kur të mshelën andaj prej mëshirës të Allahun këtë muaj është ti ka qelë dyrt, jo dhe qkaq edhe më shumë. Qaj shka s'podo me t'lan me hi, qaj shka s'podo me t'lan me hi, edhe ajo shejtani nja e shumë për tënve. Tha edhe që ata ta nalë nana, e ki një armik s'pot le me hi të shpia jote, dhe njani thot hin tash unë e penali, a heti ajo, a thua la tutna. Allahu gjellë në thanë gjune për nga mberit alehi salatu e seram, wa tu selu shëjatin, me zingjiri lidhë në shejtanat. E mirë njani i cili kur të lidhën shejtanat, kur qelën dyrë të gjennetit, kur Allah e pranon veprën drejt për drejt, si në gjennet, kur ka me hiki? E lusmi Zotin që Allah të na mundsoje me një Ramazan, edhe na i qelë Allahu gjellë në dyrë të gjennetit, edhe na mundsoje me punu me i në këtë dyrë.